Pra, edhe unë kërkoj, më ka mirë se herën tjetër ka folë Vera, o sa këtu, por bëjës, bëkset goshtek, është për facetës. Nuk zjerë rrugë kun maksit më dhe sot, si është e degraduar me si e rrugë. Pra, me tonë se s'kena funde, për me e bon ecë, riparim, e ka. Biles, ke drejt me i thonë, një shqipë këmë shku me riparuar si e ka prish. Sa është morë, me i thonë, kujna, në dhe shi, në nuk e di, se në ka me tuzin i në dëmë, me ju i në dëmë, me kanë me mu morë. Se dikush dhëtë në rëmë, rëmë. Në shi, bashkë jo me të si më dhe është për të më që, apo është kush ka fusin, qënë rrugë të adje ku duhen, ku i duhen ata, dhe nëse s'kena fusin, rrimë pa rrugë. Po, tjetër ty, se ti, mas i që e në vjetë, po të në ty, jo, për këtë edhe për kujësiosin si nuk vjen një heq, e di një si nuk ashe, asë ndinën nuk vjen një. Nuk vjen. Unë që ditëm kur shkoj, edhe nuk shok ku i kurkon. Pra asë ndimen. Thonë si ja që po tubi këto, a që po tubi atë. Manazhimit, të gjithë ke tjere të zonë të zonë? Ja, këto këmi. Të nderuar këshilltare, pikësparit në gju kurej festat, kërëmëri kush e feston, vitin e ri edhe i këtë. Dhe që përrendër për gjitha që i këni banë të vit e përmes votës uj, për njësër venime shtansishme që këshilë ka marrë, shërbim komitetit. Përsa i përket këtij projekt buxhet, kuptohet që dyja bashkisë ka qenë bëjmë lëgjes publike në çdo njësi, shohim gjanat janë të rëndësishme dhe të prekshme, dhe kuptohet që në një analizë përfundimtare kemi dalë ky version që gjithsesi për ju që ka përpara. Është mbledhur edhe Këshilli Ekonomik, Komisioni, tarë të Komisionit, dhe normalisht çdo buxhet lënë për të dëshiruar, qoftë pjesë individuale, apo qoftë edhe pjesë e një komiteti të caktuar, konkretisht për rrugën e Gasheve, që është ngritur disa herë, në vitin që shkoi, Fondit Shqiptar Lidhimit i kërku me 3 rrugë, por që normalisht kualifikimin e të bëjnë ata, konceptojnë ata, në formatin që kanë, që janë letë të qeverisë, po njëgosisht të Bankës Evropiane Kooperative, edhe ka finalizuar rrugën Alijej Gardec Marshaj, është Banës, që ishte edhe rruga e Gasheve. Megjithatë, krahas pyetjes që bani Bria, pak ditë ose jo pak ditë, por në aktivitet që janë bërë, jo pak po tregat e takime me profesionus të Fondit Zhvillimit dhe profesionus të Bankës Botërore, për disa rrugë janë shumë të rëndësishme për komunitetin, por edhe për zhvillimin e Malësisë Madhe. Rrugë në drejtim të Lisenit, rruga e Koprituk, njëkohësisht edhe rruga e Gashit, dhe sipas tyne, 6 muajin e parë, të rrugë vënë në vijë për të finalizuar. Normalisht që me plot drejt, në është me thanë, po marrë si shembull, si pse më bon këtë shani, mos më bon absolutisht, si kjetë drejt, edhe normal në prëndëri, por
potencial me bën një investim madhor dhe cilësor, që ka një financim në një lirë shumë të madhe, atëherë ne duhet ta respektojmë atë që vjen bela pak më vonë, po që është më interesante për komunitetin dhe për zhvillimin e saj. Kjo është pjesa e asaj rrugë që siç e quajmë te apozisë si këtu, po edhe unë që vjen në rrugë më të rëndësishme edhe për komunitetin, po edhe për turizmin. Që kjo është në vëmendjen tonë, është në vëmendjen e qeverisë. Ju e shihni fort mirë që pak do bën shumë investime edhe në qeveria, po themelon fshatra pakën turistik, po ten turistik, siç është Boga, por edhe fshatra të tjera. Kështu që kjo është në vëmendjen jo vetëm tonë, por edhe të fondit shqiptar të zhvillimit. Për sa i përket ujit, normalisht që pavarësisht se unë nuk është e menaxhoj, ka 3 vjet që unë nuk e menaxhoj bizinesin, por nuk as mund të marr përgjegjësi për çdo hal që ka komunitet apo cilat do zonë në malësi të madhe. Dhe kam dëgjuar, domethënë në verë, që ka pas ujë pak për shkak të burimit, po për shkak edhe të mami me thonë, s'po e quj të vjedhje, po të nërhyrjeve të palishme në okupacionin e bajt, por edhe të piku. Normal, nisi si pati bëna një task force, po kuptohet si linjat janë të mlaja, shumë mjetet për ta konstatuar se cili apo kush ka përburim të ishme. Dhe dhe është rast për ta vlerësuar në do të asë me të iqesit, shty rast në gashe të Ndërhymi nuk mund bëhet rrugën e Gashës. Tash unë më duket të ta thash se nuk mund të vendoset investim një investim. Nuk ka investim, aty duhet më bë, si ta shik. Mirë. Këtë rrugë do të bëj edhe pyetje tjetër. Si më falni, unë po përpiqem me ta Po. shpjeguar. Po nuk ka shpjegim, arsyeja se nëse na e lëm ashtu, sot 3 vjet ajo rrugë Nuk shkon së 3 vjet. Ai lutoj. Nuk shkon së 3 vjet. Nuk ka shans të shkon së 3 vjet. pra nuk është se nuk lejohet me bojë ndërhyrje sa do të vogël për gropat, se nuk shkojnë as shpenzim. Te pjesë kanë këto sa lekë që kena dhënë për riparime, ai këto normal na mund të bëjmë një si thosh. Unë s'ke kohë, një ndërhyrje të patë deri si ashtu. Ka është një buxhet që janë vendosur për këtë pjesë si thotë, ai këto. Por po flas në hyrje madhore, Unë nuk thash me sa ata kuptoj. Okej, përderisa por unë po të them me i bëj rregullim si është komplet shkallon. Gropat me do ta shohim te histori do ta shohim. Kjo është çështje tjetër. Por çështja e investimit që me shkuar tamam natyrë, se me shkuar sa i zot është çështje tjetër. Investimet janë shpërnda në ka shumë edhe zonat, edhe njësit, edhe përkosin. Si kena në Gashë, nuk është. Jo, nuk e kam thjesht e Gashë, nuk e kam. Nuk duke sa zonë që ana shkalua komplet është 3 vjet pasi dhe është. Për investimet do mund. Na dha rrugën e kena bërë. Edin ti vetë që kena përkuar na me prej rrugën se nuk në liot e me arë drejtori që ke. Shire, i takon me repliku vetë mundet. Pjetëri. E laun, por po të me të gazu si ti i dinë. Ma shemull, da një dy të zona bashkë që i banë shumë lugu, a i shkuto unë për prezidin dhe thonë për ato që menoj që i zhjidhe, ose menoj që i zhjidhe shpejt, apo menoj që i zhjidhe më nga rënë. Që normal, të ne do kishim dëshkim ka si një budet shumë të shumë malë, dhe anën tjetër, gjithë e cili prej nesh, e që i shpoj tu fillu të familjeve, masani dhe ai pozicion
që i përfaqëson, të drejtor apo kryetar bashkisë apo deputet, interesi i tij me shërbyer atij komunitet, që askush mos më pas shans për me kanë diçka që nuk vlen. Por këto ndodhin edhe në vende që kanë potencial të madh financiar, dhe pavarësisht sepse Problemi është se shqiptarët i kanë xhepat e mëdhej. pavarësisht rritja e buxhetit, rritja ardhurave, si flasim që unë nuk për shembull asnjëri nuk i nga fal për shembull, po kapi për shembull Gjarinja kanë kryetar të komunës. 30 milion vjetra ka vlerë taksa në mbarësi. Është krejt situatë tjetër, ose kur kam filluar punë, dy njësi kanë qenë që lënë taksa, lënë publiku edhe bajtë, njësi tjetër asnjë. Sot janë ato tarifa që caktuara, normalisht është luajtur vazhdimisht me tarifën më minimale, jo maksimale. Pavarësisht se për shembull Salvaci i hesin disa taksa zona malore, po realisht ajo nuk mund të jetë preferenciale në asnjë rast, përveç atyre që janë të klasifikuar me listë, për invalida, për paraplegjik apo për ndonjë shkres tjetër, që normalisht kualifikohet tek pjesa e taksave. Vazhdo. Po, Po ka përpara investimet e vitit 2026. Ki pyetje thjesht. Po marrim rrugën, po marrim e drejt. Sa është gjatësia e kësaj rrugë? Po sa është gjatësia? Përse? Fletën që na keni punë falso, nuk janë gjatësi. Përse ti në investim? Falso, s'ka si me Jo, përdesa s'ka as gjatësia, as gjërësive s'ka 300 milion, 200 milion, 150 milion, në pa kryetore. Po në këmë gati mund, se po kam gja personale më rrë. Po mirë më, përse, i sekund, pëse s'na keni pru? Atëherë, përveç kësaj, pyetje tjera, për menimin tënd. Shumë e drejtë që do të ba në stare, investimi 210 milion, i sekund 210 milion lekë vjetra, për menimin tënd, kur atë rrugën e di se i kam kalu nga 50 herë, investimi është shumë më i madh se sa mund të bëhet rrugë. Tjetër, sistemi hyrjen tamare. Ku? Në tamare se na në tamare i herë 2 javë, herë 3 javë dalim që kena punë ndryshme. Ku? Në hyrje tamares, ku? Sistemi më asfaltim. Ashtë rruga, ashtë bangura, ku ndodhet kjo investim. Tjetër, rrugë e mrenshme të një tërshanin. 300 milion lekë. Për mua, ato rrugë që flitet në fshatin një tërshan, mund bëhen me 200 milion, e supozoj me 200 milion. Atë 100 milion me quen e rrugë tjetër. Për mua janë shumë. Vazhdojmë për rrugën e Daqit. Unë e di, more, unë e di se te i ku ke, i sekundë, s'jam ku hip, unë jam ku batë, ato i sekundë. Ta shumë, ashtë menimi jam, unë s'jam të ta me hip, ashtë investim me shumë vend, por mund hisjet pak, se nuk ashtë atë se nevojshme me bëhën e investim në rrugë tjetër që është shumë emergjente. Rruga e Daqit, sekund, duke mund të vojmë ata mbrapa në replikoj bashkë. Rruga e Daqit, prej ku? Rruga e Krevenit është ban. Rruga e Daqit, prej në rrugë kryesore e deri në qendër Daqit është ban qyshën kohë teme. Do thuaj ku është kjo rrugë? Ku është kjo rrugë? Në Daqit. Se nuk kanë të. Shuma investimeve është 2.66 miliard lekë. 2.66 miliard lekë. Sa është shuma
e investimeve në bashkinë bashkësimore në gjithë ato që bashkia ka pa paguar për vitin 2025 ose 2026. Sa është shumë? Dhe kjo shumë investimeve, sa përcin është nga targa, sa është nga buxheti i shtetit. Tjetër, për sa i përket investimeve që janë bë, është shumë e vërtetë, është shumë e saktë që janë bë shumë rrugë, shumë kilometra. Por cilësia e tyre është shumë e dobët. Shumë rrugë që janë bë tash një vit, me shkua sot, një pjesë e tyre janë shem ose janë prish. Pra, kjo të regon që kur është bë ajo kolabdimi e supervizimit që janë, nuk janë bërë si duhet, me prish një rrugë, mund prishet mas 10 vjeç. Na kena 20 vjet rrugën tonë, 20 vjet që janë shtruar, 19 vjet e zysh janë bërë, 20 vjet, edhe është ala mund gjendje se sa ato që janë shtruar para 2 vjeç në disa akse të madhësisë madhe. Për sa i përket investimit të ujësillësit, nuk e ka kryetari, por desha me ditë, është marrë në dorëzim ala ujësillësi i Kastratit, në një kohë që në hot janë marrë gjitha investimet për sa i përket macave e zgjanave tjera, ujë as edhe një pik, një herë vetëm nuk e ka kas kam për këtë pikë të rendimit. Atëherë, me jeva të marrë me personi përgjegjës që merret me projekte në bashkëri Ivoli. Megjithatë, nivelli mund ta marrë dhënë. Përveç pjesës se po fillon në komarrën që është pjesë teknike, që nuk mund të sigurisht nuk mund të as pjesën teknike se sa kushton një vend. Pavarësisht se jam financier, por është ana inxhiniera që marrë një pjesë e janë shumë apo pak. Mësimet janë manuale në Shqipëri, janë standard për të Shqipëri. Nuk mund as rregulla të shkruajë. Metat ka të rrugën si përcaktojnë se sa është një rrugë. Që është rruga e Omara e Cetatit, Gjitha me rrallë. një të më dhe praktikisht. Po pse mos në shkruaj këtu, se na i na trash, na skuptojmë. Na kena mund të të shkojmë në Shqipëri. Na mund të bëjmë analizë dhe me kilometra sa të diçanë për shishtin e kohës së problemit. Në zonë nga është inxhinier që mund të marrë praktikisht të cilën drejtën. Kurse pjesa është 300 dhe mund të bëhet me 200 të nuk mund ta me base për saktë inxhinierat në projektuese, sigurisht që këto janë drejta të përaftë, jo 100%, për 95%. Pasi në qëllë se ka një divend shumë të vogël, atë mund të bëjnë ndryshime mes projektet që mund bëjnë me atë kryetari, kurse lerat që janë bu sigurisht duke përmarrë ato segmente që mund të thotë shefi i projekteve. Dhe nuk është e mundshme e bën njëri me 233. Jo. Çmimi manual është shtetërore që nuk e përcaktojnë. Lutem. Në rast se në rrugë Mrençme të Vjetroshalit, po marrë Vjetroshalit s'ka kur zonë shumë mirë që i mamë. Janë 4 rrugë. Prit një sekond. Në rast se një rrugë ka 2 shtëpia ose 3 shtëpia, ma mirë më pa investim prej 100 milion, 90 milion, 80 milion, 70 milion në një rrugë tjetër që nuk e keni vënë projekt fare. Këtë jam do të thamë vetë, nuk kam gja me Vjetroshalin. Son në periudhë e me në ba rruga deri shumica rrugës kryesore është bërë periudhë teme. Edhe qysh atëherë në rrugë të shojë sa nërhyj ma. Shumë mirë që nërhyj, por këtë që jam do të thamë, por jo, jo më përqendrua vetëm 2 ose 3 shakna në mëndësit madhe një kohë që janë tjera të zbulume. Nuk kam gjabë, mos më keq kuptoj kush, nuk kam gjabë as me Vjetroshalin, as me Benin, as me Rrugan. Unë kam të banë në rrugë tjera. Mos vanë të nga prijerë për të supozojmë rrugë Mrençme, mrena sharna në një kohë që kena zbulum, të marrim shembull, se kur mund bëhet prej të shkolla nënvjeçare këtu në Culek, ose rrugën e Gashaj, janë të mbledh lek kry familjar për me riparuar rrugën e Gashaj. Ky nuk janë ta.
Shtëpi për shtëpi janë të vlidh lek. Sot me riparua sash emergjente. Riparimin, siç e Okej. thotë, Shumë mirë. pjesë do të për buxhet. Se jam të jam të bazë, unë jam Investimi një person në 31 qena. investimi nuk mund bëhet pasi nga që për shembull në punën shqiptare zhvillimit nuk na lejo të bëjmë investim nga para plagë dhe pastaj në bankë kërkesa pjesë. Vjen nga pjesa jonë lidhe me gjatësitë dhe sqarimet çfarë pjesë është një lidhje në projektin që ti e ma me detaje që nuk është në një territori për cilin duhet të Qyre, i sekund. Unë s'kam gja as me 10.000. Por jeto, jo, jeto është dash të kenë. I kes kilometër janë vjetërëshan, herë i kes metra katërore. A më kuptën? Nuk e dua vetë krejtina sa të unë më shës të ore sa, më në krejto, unë shkoj shës të ore, thëmë nga të zësaj të rru. A më kuptën? Okej. Herë tjera na i bini si duhet. Na kështu kena bosh dorë, se është nga mundi edhe në orë. Gjori. Çfarë kemë dorë? Okej. Atëherë, ju falenderoj që keni futur rrugën e Stares, një rrugë cilën e kam kërku para 4 vjetëve, do të thoni ka qenë 4 vjeçarin, po para 4 vjetëve, një investim i domosdoshëm, sepse në atë zonë me të vërtetë ka një njerëzit, por nesër që të bëhet rruga, kam shumë shpresë dhe besim që njerëzit do të kthehen dhe do të investojnë me nëse janë shumë më mirë se sa me shkruajtë të javë. Për sa i përket rrugës, dua edhe se më me legjendë të vërtetë. Në qoftë se kemi mundësi vetëm mbylljen e gropave, për me rast pak të rritat që vinë edhe njerëzit për festa që vinë nga jashtëtit dhe atë shumë ju Po mos e konkurrensët pak të në famlën. atë shumë mërzitet ajo rrugë sa Jo, ishte si unë si Ja, di, po, di Ja, gjë. di, ne nuk e kena personale kryetar, kuptoj që ne kena nuk e kena personale, kena për të mirë në komunitetin ka që qitë parë edhe zefi edhe kështu që i duhet ne të na nëzakëroj. ajo është urgjente, nëse ju e keni pa, ajo është vetë një ndryshim emergjente, paktën vetëm mbylljen e gropave, nuk po themi investim sepse unë e di sa lekë duhet për investim aty, dhe e di që ka fundi shqiptari i zhvillimit, ka vite që na prezentohet, por uroj që mbyllet sa më parë. Faleminderit për këtë rrugën e Stares, sepse ka pas shumë merak, qysh para 4 viteve kam kërkuar dhe man po në uzëllit. Mendoj për punën e mirë që keni bërë, por që edhe me vrejtje. Vrejtja e parë qysh në këtë mjedisi ku jemi sot. Ka vite që themi sistemin e kamerave, sistemin digital. Ka ne në këshillit bashkiak nuk kemi në një video projektor për fillimin projektit që ka bashkia mundësismore. Pastaj vazhdojmë në shkollën. Investime më të shumta në shkolla, sidomos në vendosin e kamerave. Venimi i Këshillit të Ministrave ka mund që ka dalë dhe ne kemi merituar edhe projektin dhe nuk ka bërë asgjë në moment. Edhe për pajisje të në shkolla me fotokopius, me letër, me printer, ajo janë diçka që duhet. Dhe për të dalë më fort, nuk e falenderoj kryetarin e bashkisë për punën e mirë në rrugën e Vukit. Tani është puna jote kryetar që vërtet bashkë një vepër shumë të mirë për Kelmenin, po për gjithë Shqipërinë po them. Fshati Moris është një nga fshatat më të bukura që ka Shqipëria. Dhe kjo i mungon trotuare, ndriçimi, pemë, pra nuk bën një center agro po them turistike, e cila nga Bukli janë shumë pika turistike, si është Gjapi, si është Spela Tradicionale, si është Forca Kelmeri, pra janë resurse të jashtëzakonshme. Është një fshat që është vërtet i mahniqër. Prandaj them që bile e kam gati taksative që punohet në drejtim. Atje do të bëhat një qëllë me që është një politik veçantë, bëhat diçka që të ketë. Sot bëhat disa politika, nesër do të ketë shumë më shumë, sepse është një vend i jashtëzakonshëm i bukur. E ka rregulluar Zoti dhe puna e bashkisë këtë vit e ka bërë shumë bukur. Muret që kanë melos atje në dy anë të cemit e kanë bërë vërtet një atraksion turistik të mrekullueshëm. Prandaj të lutem kryetar, qysh këtë vit edhe nëse
ato pjesa e Tamares, investimet në hyrje Tamares, apo dhe varretat e bukrit të transferohen e të bëhet ajo pedonale, po themi, një vend shumë i bukur që mund ketë Shumë drejt e ke. kështu që të lutem kryetar është. Dhe tjetra që ka mbylli këtë punë, punësimi, klima ekonomike në zonën e Kelmenit është detyrimit. Njerëzit që punësohen në të gjitha drejtimet, e largojnë ata që punojnë si nuk janë tani më punëtorë të bukrit, apo të Kelmenit. Ata njerëz duhen punë. Edhe gjithashtu ka mbullet edhe për subvencionet në dekëri apo në bujqësi. Të gjitha problemet e tyre duhet të jenë të subvencionuar nga shteti. Ka të bëjnë një politikë që ata njerëz të ngrihen atje, të kenë një ministeri, të jenë njerëz që jetojnë në kushte normale e jetesës. Kjo është, pra që them që qysh sot duhet bëjmë diçka edhe t'ja japim okej edhe të fillojmë puna në qatë. Është një mrekulli që ka dhënë Zoti, ne duhet ta Po që mashina dhe të more krejt. Si kanë bërë rrugën e gjenë gasheve dhe në atë kopnikut po bëjmë dhe gjenë punën e stadionit. A mundën me në shkupu të qka më sakë, se në të gjesin për vite që ishit, da që në të realizojnë. Nërsa në budgetin e kaluar, unë personalisht në kemi thonë që i kam kryt, e kena zhjithë dhe çështjen e pronësisë. Tash duket se Albini ta pari nga në gjyq për pronësim. Na kanë padit. Ju kanë padit. Diçka më gjatë se më saktë. Që gjatë formë në politik gjyqësor. Ku kanë konkretisht më bën stadionin e Ma kanë të pjesa e rrugëve. Është një tokë në 84 metra që diku me favor bashkisë, që pretenduesit kanë bën patimit. Normal. S'ka në vend tjetër ku Pa marrë shkata dhe ma zhjani, të gjithë të njëve në likë, në jetë dhe atena, po gjemë mënyrë për me regjistru favorët bashkisë edhe atë drejtit. Edhe këtë pjesën e riparimit rrugëve të brendshme konkretisht në rrugë që Janë shumë të uba, po prapë janë planifikua të bile pa atë në buxhet, lekë për atë punë me thonë janë lanë. edhe pjesën e pastrimit qytetit. Po. Nëse ato se ishit shkruar edhe blerjen e koshat, nëse vi ka koshë, as nuk janë ndrute në më një pastrum me disinfektuar gjana. Po, normal të që koshat i hisë shumë dhe çdo vecës. Nëse ka vite që nuk janë normal se kur ishin të shkolla mes nuk bëva di u hekën aty të nënliçare domethënë, u hekën. Shumë sepse ishte probleme. Po normal që ishte problem se kena diskutuar sa herë, që domethënë me kanë më të pranishëm ato pastrimit. Normal, është për ta vlerësuar, po te pastrimi gjithmonë është pjesë delikate. Edhe pjesë e punës normale së përditshme. Ka mundësi edhe në dishë. Jo, fali si të të Jo, ishë për Jo, Po dhe thira gaca, na të në një gaca. ka shumë përkrim Po dhe thira mund në në një vetëm se është momenti shumë i rëndësishëm. Fjala e kryetarit në mes është dënimtare. Unë po na kërkesën, kjo është për kërkesën. Jo e ima personale sepse, por në thjesht sepse kam jetuar, e dua, jena edhe morë kusht që e kishte kërkuar, kështu që Kryetari dhe shumë e drejtë, është rruga. Shite, edhe me fondin e fillimit për Adon, kena nënshu një marrëveshje, mu dhe vendosë Rita, nga ata, besoj ku mund të dy, janë arshur sa ka marrëveshja, por që është për ta vlerësuar sepse normal, edhe unë kam shkelë shpesh, është fshat interesant. Normal fshatat përgjithsisht janë tana interesante në shkolla. Por që mund shkelsh, ka vend për banë të institutit, por që në maja një zonë e madhe edhe është një komunitet që
kanë në kanë dëshirë të investojnë të shtëpia të tyre, mundet më krye atraksion turistik, pra jo të nësisht dhe të ndërbosh, po dhe në drejtim të lupit. Kështu që ne do banë çdo përpjekje nëpërmes investimeve që qeveria venos për malet, që ne ta fusim të projekt. Që ti t'jesh i financë në ku shkosh atje. Edhe ne gjithë tjerë. Atë e pozë. Kryetar do ta shfrytëzoj këtë transmisi e TikTok. Është e apo që ngjisin problem po në zonën tonë, po një investim bajë madhore atje në për kanal Vatica. Ti nuk e di a është tonë përmes bankë botërore apo prej bashkisë. Apo me Ministrinë e Bujqësisë. Nuk e di, po di që janë investuar 1 milion euro investim atje në zonë. 1 milion euro, po 600 sa milion vjetra. Nëse po ndoshta kanë informacion gabim, po duhet të di arsyeën sepse ujë të ka. Përfunduar, ka përfunduar firma, jena me jos për punën që ka bërë, po di që ujë të ka aty. Edhe ata njerëz janë të interesuar me ditë se cili është shkaku që ujë të vjen. Qyre, shkaku aty janë bani stacione dhe pompimit, që normalisht na si bashki duhet të jenë kontratë me elektrikun, që të jetë funksionale. Se normalisht a janë lidhë, na është bën provë, por Aktualisht nuk po ne duhet gjë promocion për perspektivë. Energjia elektrike po nuk po atë kontratë i nuk Është mirë me në vend kohë që po të kur vi sezoni vadilje sa gjëna më investim që është. Normalisht na vetë kena gjithë borxhin ato, do të thonë të mbartën, do të thonë të pjesa elektrikut. Se do kalojmë nëpërmes një akt marrëveshje apo një zgjidhje juridike për ta zgjidhur do të thonë borxhin që bashkia në tërësi ka në marrësi elektrikut. Për dalë të kjo pjesë që të bënë kontratën edhe normal, bashkia pagun lek dhe njëkohësisht banorët marrin produktin, marrin ula. Faleminderit për selimin. Faleminderit. Historia. Atëherë po ndër. Ishte një çano fakt të ka investime për ujësjellsin për burimin kryesor që kena. Nuk ka asnjë vlerë, ndoshta nuk jam i qartën, por në tim mund na japin diçka më shumë. Se Malësia ka krizë të ujtë, për nuk e ka krizën e tuba kemi shtrinjë të në anë të Malësisë madhe, sa është të sëjë pa në të përë. Edhe pa njojshëm për problemin e kanë borim, Malësia s'ka ujë për 2 muaj, 3 muaj, fillën prapë zetit, sot për natura Shqipër, këtë vend ka nevojë për ujë, gjithë verës. Është krizë madhe për ujë, s'ka njerëz ujë me ti, kanë mes les plaga, s'ka ujë, as mahala, jo në shpia, s'u zbat fjallë, as mahala. Ne ndoshta mas është i vlefshëm një pjesë e investimit ishte me nuk pak edhe për burimin. Se me sa milion që nga viti 2016 s'ka pas investim në burim, edhe ai nuk e di se si është bërë, për çka ka rëndësi si është bërë, fondi ka kalu, firma i ka marrë për probleme që ka ndodhur mras. Kanë bërë shumë miliona euro investime, ndërsa sa i përket burimit nuk është projekt në kalçuar një lek nga bashkia, nga fondi, nga mund nga spikojnë diqka ma atërë, se nëse e një matë qarë, dhe nuk është në bërësi këtu ishte ishte edhe të parë do kort me qudore me kalu me, si me thonë, rajonal ujësirë, se me gjitha të në qështë tjera. Ne nuk kena lënë gjanë në buxhet, sepse qysh në 2023 është krijuar shoqëria rajonale ujësirë kanalizime dhe pas. Janë ata tashmë që bojnë çdo investim, qoftë edhe për një mënyrë që është primare domosdoshme, që mund të jetë një alternativë. Masi gjatë verës, aty përmen ka pak prurje ujit dhe nuk ka shtrasht që e zgjidhë tanë problemit. Aty mund të ketë zgjidhje alternative si një stacion pompimit, sikur se zgjidhë Shkodra apo në tjera. Dhe nëna shumë dakord që këtë bëhet, megjithatë për momentin që në 2023 në gjithçka ka kaluar atje. Dhe ne nuk kemi mund të më lanë lektora në buxhet për ujësjellsin. Që janë ata që kryejnë çdo procedurë tashmë. Edhe për çfarë konsumojnë vetë pagojnë tek në fatura aty edhe. Gjithçka kanë ata tashmë, domethënë, në marrëvajtjen e funksionimit. Është drejtoria qendrore atje, që çon fonde për investime të veçanta dhe ujësia e rënë shkollë që bën investime çfarë mundet me fondet e veta që ka. Okej, mund ta diskutojmë tash se ku ishte falënderime, ishte për punën e mirë që ka bërë bashkia në kohën e vite. Besoj kjo vite punë e mirë dhe problemi i bashkisë dhe drejtuesve, siç jeni edhe ju kujtuar financë apo kujtare apo gjithë administrata,
besoj si gjithet marrëveshja për bashkëpunim. Këtu bëhet fjalë për komunitetin dhe ju falenderime të morë sot për punën e mirë që keni bërë për komunitetin. Pavarësisht se si keni da, pavarësisht keni çu dorën për mu bashkua jo etj dhe ishte vendimet tjetër fuj dhe këto jo të paqëllimshme, por ju kush është ndikimi, kush është ndërhyrja juaj që keni pa pakën për sektorin investimit, që keni më shumë madhe ujë, se nuk është problemi i vogël, nuk gjë thashë edhe ashi edhe ju zotënjën tim e një terren shumë mirë dhe dini burimet jashtëzakonisht mirë, por nuk duhet sa është mungesë ujë, sa i mungon mërësisë madhe. Prandaj nuk e thash duhet si ta përmirësojmë, pra mos ta marrim si polemik apo si debat, se nuk e kam edhe këtë shqetësim edhe po murë, por e kam si çështje si duhet mërësisë. Prandaj ndoshta ndërhyjmë se u falenderoj për punë të mirë që keni bërë, dhe folët për punë të mirë që keni bërë. Keni bërë mrekullim këtë vend, keni bërë mirësi, ju falenderoj jashtëzakonisht shumë. Ka të tregojnë banorët sa kanë met 12.000 banorë. Dini ja kena shumë mësuese drejtora shkolla ashtu. Na thonë se apina kanë met. Ai lutem nesër ky vend është i vend i vdekur. Jeni bashkëpunues në këtë situatë, në Siri, në situatën që keni. Dhe unë nuk e të marrë debat dhe po ju thëmë me sinqeritet, në mos mendoni se ndjek nga sikë që betë. E kam dhimbje. Ashtu si shumë kush që nuk flet për sot. Dhe dhimbje në madhe se po kemi me gjithë me kryll barë më cikë madhe. Normal s'ka një ratat pak vjen si në mallet, pak mi që kanë me kryllë s'ka me ka me lujt. As ju kryur, as ju kushtë për me lujt. Por edhe ajo i kërë pjesë, por që të bojmë se dhe pak për ta pjesë i po me si këtë vetë. Dhe po kërkoj, nuk po kërkoj një mirodi. Histori të rrugëve, unë e di se ky buxhet edhe kjo vlerë lekë që vjen, keni kalzuar shumë prova perfekte si menaxhori dhe i dani edhe aksionet edhe përqindjet deri maksimum. Pra do të thonë, këtë ju vlerësoj maksimum, në besoj se ta vlerësoj për këtë ndarje që bani. Ama për sa i përket nivelit dhe për të vlerësuar kushtet, disa prinje, disa plezë që kanë me në këtë vend, besoj ta çojmë zamin dhe të japim tonë dhe ka i kontribut. Në është edhe rrogën e këtij këshillit për një muaj të japim për diçka që shkojnë ata uja, për shkojnë diçka të X lagje që s'kan me pa 3 vjet pas vjet. Prandaj mos nuk e them se as duhet mujtën, as duhet ta fajsoj se kam të tregoj po se ka tregu po. Por ama pak një gjë minimale mos ta përcjellim në institucione të tjera. Jeni përfaqësues të bashkisë koncesionale. Ju a besua. Pra do të thonë, në këtë rast, besoj që nuk duhet ta krijojnë si luftë, ta krijojnë një diçka sa të vogël që ta bëjnë për këtë vend. Por këtë vend ka falimentuar. Mos e mendoni këtë analiz se vjen dikush e vlerë parë të ushtarakë se ka mundësi, e vjen tjetër aty edhe merr grabitë ka shit, mos e mendoni sa vlerë kam. Nëse kjo është edhe një shkaqe që kanë njerëz. Kena me pak më. S'kena drita në Nërmahall. Në që është për me bëmë bazë vëllësi, se diskutu më bëjnë investimet, atërë ta bëjmë në konflikt, se në konfliktë në Dorasina, një tërlazit e këto, se këtu ka me të popull, edhe në brakë. Edhe pjesë pjesë e bajtë, unë punë tjetë, në vërsjanë, nuk shokë për njërës. Tu as të pikapë, as të nejtë, është e rësirë më nësia më bërë. Ta flasim edhe si misë, ta flasim edhe si shokarë, si nërës i zjerë pësy një për një votë. Ama për këtë ta flasim të marë, si në pjesë e kësaj, këna ndekë, kena drejtorë, ta shtë dhe kena mësusat, ja këta ta flasin që kusa gjenja ma gjithë nëllë. A e lutëm që mas të edhe nësë du së njërë, nuk të shkonë, dhe në zikoj nesër, në gjithë unë këtë kërkoj dhe pa ta kërkoj për apë, unë sjelësi, uj dhe vetëm uj këtë vend pa në gojë. Kanë me vetëm pesja dhe plaka, besoni, ja ka i bitër një anë i tjetë për javë me aprun, i kujqi, se në për me aprun aty në plesje për shpia. Të falenderit. Përstoj për këtë investimeve, profitu ka kanë në gjatë kërë vitën në qenë në najnë në bashkisë dhe në ditë në mëna që është për mashë. Sigurisht në vlerë, ja të i kalon në shtë vendit tjetër, pra, si zonë panjone që është, ashtu dhe pajzë, që nga pajzë. Kurse, përstoj për këtë ujësilësit, është fakt që në mund me kërku atje, normal kena i zonë ma shumë se cili ndoshta, por jo se ne kena ndohë me mu vetëm çfarë investimit më bërë, megjithëse ato kanë bërë në dhe kohët e punit, ato kanë qenë një tender për një ujësillësin ta marrë, është pashim i bajs, që dhe normal e ujësillës regionale Shkodër, e ka dhe mendjen, tani janë duke bërë projekt për Vëmirën, ne besojmë që të bëhet edhe rritja e kapacitetit të furnizimit, ose me ndërhymin atje të bërimi
periudhët, apo një qenë tjetër kombimi që studiues të vlerësojnë që ai nuk është mund me funksionë në sinema. Atë kushka në sigurisht në dëngus. Ka po ta marrë pyetje për ujësirë se e ka stradin se ka shmarrë ndërzel. Po. Se s'ka ujë, po. Po I lavë shatë atë Një tjetër ka që ka, pa ja dhe diskutuar dhe hanë reverinde. me latë në kashtë në një përgjës që është ujësirë dhe medi fix dhe nuk e di me latë në hanë dhe në di që ka ta shkollë pra javë në diskutuar kështë pas një problem më marrë në ujë hatë nëse me latë në specifike në kashtë Po e zëmë. Mirë dita të gjithëve, duke uruar gjithë dhe gëzuar festat. Falendoj kryetarin që ka përfshi tek investimet e reja, ka dhe nga investigat që I kena depozitu se bashku me Denisin. Besoj që buxheti më gjithë përfshirës dhe përfshi çdo zonë të marrësisë madhe, që jep kuptim dhe rolit të bashkisë dhe tonë që jena përfaqësuesit e popullit. Unë kam vetëm një marak që mund të masërë ndoshta Altini ose Juli lidhe me ndryqimin e qytetit Koplikut, jo pedonales, por të lagjeve, së është një shqetësim I ngritur edhe nga banorët. Dhe për ta mbyll, unë e kam deklaruar me shkrim para një muaji dhe gjysmë dhe muajve që por me që duhet me deklaruar këto, që jam bashku grupit qytetarë të Partisë Socialiste, dhe ju ftoj gjithëve që ta votojnë këtë buxhet si buxhetin më gjithë përfaqësues për gjitha zonat, se janë prek gjitha njësitë dhe janë prek zonat dhe lagjet dhe rrugët më emergjente që ka pas Malësia Madhe. Por ndryqimi I qytetit dhe I lagjeve është problemi që bashkia besoj të japi zgjidhje sa më të shpejt. Faleminderit. Kena bashkëpunë që do të ndërhimin edhe mirëmarrje nga ato që janë ekzistuese. Ky buxhet pak nuk është përshkruar ndërtim shtesë. Megjithatë, pas raportimit të vitit aktual, dhe gjatë fundit janarit së fillimit shkurtit, do vëmërisht për ndarjen e të pejcave të është mund të përfshihet dhe kjo në aneksa të buxhetit të Ja mund po e përfshin. Edhe pse në vende të tjera për sa duket ndryshimit. Perfect.